Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV, me qenë se sot me të vërtetë është një nder i madh, një kënaqësi e madhe se gjithmonë emisionet e kemi pasur me njerëz të suksesshëm edhe me njerëz të botës të artit, por sot do ta ndryshojmë pak, do të dalmi pak edhe tek sporti, edhe do të kam kënaqësinë e madhe sot që të kem të ftuar Fikret Nik Shatrin, mund të them ish ushtari i UÇK-s, basketbollist Universal, prej viteve 1995 deri në 99 e deri ditën e sotit, ky njeri nuk nalet, unë nuk I di se çka ke bu sot, a ke majt mësim për këta trita jo? Sot, në fakt, kam bërë shumë çka, por jo mjaftueshëm ka shi asaj se çka synoj. Po sigurisht nesër dhe ditëve në vazhdim dinamikën e punëve do ta kem shumë të madhe edhe gjithmonë në shërbim të asaj se çka bën ti, çka duan edhe çka dojnë gjithë ata shqiptarët, të cilët jetojnë vetes shqiptar edhe e dojnë këtë tokë shenjtë, edhe e çmojnë këtë tokë, edhe I çmojnë vlerat e mirëfillta tona kombëtare. Fikret, sa kënaqësi është kur të shoh kështu përpara, ulën, edhe me të kthy pak, me dalën krejt gati te fëmiria, se është kënaqësi me ndëgjue për një personalitet që me të vërtet jeni shumë I njohur në fushën e sportit dhe në çdo segment edhe si një familje patriotike shumë e madhe. Kështu që kisha pas dëshirë me të tregu pak, thash, kam të kthy shumë rapa, të shkojmë pak ka fëmiria jote, si ka qenën. Po, fëmiria ime është mesin e baktive, viqave dhe lopëve, në përlivadhet I stogut, do kushërive jau meshën milëshim patate kushërit edhe ne ja u mërshim I lajshim lëmë patatet, e mërshim një kofre me veti, zishtim patate, lushim futbol, edhe bëshim ka pak dame, po dame pozitive, që në atë kohë nuk I kemi përshu, po ne e kemi shiju pa fund. Pa ditur se çfarë po bën, pa ditur se ku po vën, por se gjithaj konglomerati I aktiviteteve tona ka shërby në kalitjen tonë dhe në forcimin tonë dhe në rrezën e vetdijes tonë për mu kriju si shqiptar të vërtet. Në fakt, ajo çka jemi dhe çka ta shikojmë, po ne nuk e kemi ditur as kush jemi, as ka jemi, por që sot jemi krenar për ato çka ne trashëgojmë dhe çka ne mbartim në veten tonë dhe në gjenet tona. Por që ka qenë një fëmijëri jo edhe e lehtë, me punë të fshatit, me bagti, me viça, me të mjellme, me shat, me kos, me trujitura, me bostan, me misër, me gjitha këto, me pjeshk, me dru, me gomar, me mjegull, me shi, me breshër, me vetëtima, dhe thot në për male me arin, me ujqër. Dhe thot, jemi kalitur pa vetdijen tonë, por që ka qenë një shërbim sublim që ne jemi të gatshëm për sfida për lirinë e Kosovës, kështu që jam krenar me atë trashëgimi, me gjithë ato që kemi kalu me bukmisri, me maza dhe me qumsht, që nona tona, gruaja Agjës tota, na ka përgatit me ato mullkuqen bjerë që na u kanë formu. Kjo ka qenë rinia jonë që mburna për këtë gjë dhe kam një nostalgji të vërtet të jashtëzakonshme.
Përcaktimi yt çka ishte i basketit, çka tyni ty basketi mos ke qenë i gjatë kështu, edhe ke thonën hajtë se po ja filloj me lu basket edhe kur filloi ajo puna e basketit si në moshë të re? Po në shkollën fillore kishim një kosh aty jashtë gjatë kohës dimrit ne në fshatin qytetin Gurakoc, fshati Tombos dhe Gurakoci janë dy lokalitete nxitura njëra me tjetrën. Ne kemi 1 kilometër larg, edhe ne aty lëndshëm gjatë kohës pranverës, kur shkrihet bora, në atë kohë kishte borë shumë, gjatë kohës dimrit ne nuk lëndshëm basketbol. Nëse në pranverë dhe fillim të verës, para se më mbaru do të thotë shkolla dhe ne pasaj ikshim bjeshk, na mershin bjeshk në atë kohë, ne qajshim, ne u mërzitshim, sepse s'kishim televizor bjeshk, s'kishim rrymë, në kushte të vështira, edhe ne lëndshim basketbol pa fund në kuadrat të sajna, kushte pa kushte, nuk kishim një sallë sporti që në të rinin tonë, mbase do të gravitonim në një sallë basketbolli, mbase do ta kishim një pedagog të mirë fillë, një ekspert basketbolli, edhe ne do të mbërrinin në NBA, por ja që nuk e kishim atë fat, kemi lind në një, mbase mund ta them, në kohë të keqe dhe jo në vend të keq, por në vend pa kushte të mira dhe të mirëfillta ato që kanë ajton shpirti dhe zemra jonë, por nuk kemi çfarë të bëjmë sepse kishim këtë fat, kemi lind këtu. Nana dhe baba jonë, familja jonë, trungu jonë, gjeneza jonë, autoktonia jonë, edhe nuk ndroj asgjë. Sigurisht në aspektin e sportit do ndroja shumë çka, por që ky është e fati jonë edhe ne duhet të fajtohemi me fatin tonë. Edhe ne u munduam edhe kishtim dashni të madhe për basketbol, lëndshim në një kosh në shkollën e Gurakocit, edhe aty ishim të ri, herë na përfshishin lojë, herë na leshin anash, po edhe duke shiquar ne u ngazhenim, ne u ngërthenim në atë sport, ne kyçeshim në atë sport, krijonim pa veti e dashuri, edhe kjo është ajo gjeneza e parë e basketbollit, sigurisht edhe antropolometria, sigurisht edhe trashëgimia tek dajkemi në vrell do thotë da babgjyshim i ndjerë që ka vdek nga torturat serbe, nga deri Centreshaj. To ishin ato që unë në atë kohë nuk i kum ditë, por më vonë jam formsu edhe jam vetësu edhe kum kriju rrejtin ndaj armikut tonë barbar, kanibal, thjesht ndyrë serb, edhe jam krenar që vërtet kum trashëgu edhe ka unë babës edhe ka unë nanës gjërat të cilat nuk do ndryshoja për asnjë qast dhe për asnjë përqendrim. Atëherë, Fikret, do të ndalim këto dhe të pës, sa ka qenë lehtë atëherë për të krijuar ndoshta një ekip, ose për të u kyçur me një ekip. Sa ka qenë e lehtë për juve në atë kohë? Se jem të fëmijëria atje. Ka qenë mali pakalushëm, ka qenë ortek, ka qenë furtun, ka qenë vërtet një diçka e pa imagjinueshme dhe nuk kemi arrit me bo atë gjë, sepse një stok nuk ka pas asnjë metër katror fush parketi për me zhvillu basketbol, kështu që ka qenë mision i pamundur. Mission impossible. Okay. Por që ai zjarri që ka qenë brenda meje nuk është shur asnjëherë, edhe në momentin kur kom shkuar si student në vitin 1990 në një
në kohë barbare, në kohë tërta, të një pushtimi total serb, të një pushtimi gjakatar, të një pushtimi barbar, ne nuk kemi step, ne nuk kemi dorëzu, neve nuk na u ka shu, ajo ende rajon, edhe ai zjarri jon që ka qenë një zjarë bublak brenda shpirtit ton, brenda trupit ton, që une nuk e kom vërejt shumë, po ai ka qenë evident. Fikret, do dalmi pak të lufta, mësë jemi në dikon afër luftës, tashti sa ka qenë e vështirë për ty dhe ju keni qenë edhe ish ushtari UÇK-s, sakrificat dhe ju jeni ndër familjet më të njohur atje që keni marrë pjesë në ushtrinë e çlirimtare. Periudha, shokët e to që i ke pasën edhe sa ka qenë vështirë, se me të vërtet duam të dim pak e shumë bashkëdhetarët tonë të dinë rrugtimin tonë të jetës pak. Unë kam ndërpres studimet vitin e 4, në vitin 1998, në momentin kur familja Jashari u sakrifikua dhe u fliju për popullin tonë, për të ardhmen tonë, për qenien tonë. Për e ati momenti, do të thotë, për mu s'ka pas vlerë asgjë. Edhe me shokun tim Abishala, kemi bën një rrugtim nga Prizreni, Gjakova, Deçani, Peja, edhe ishte kohë lufte, ishte flakë e vërtet. Para asaj na kishte protesta në Prishtinë, kemi bën një veprimtari të jashtëzakonshme, duke mos pyetur as për forcat serbe, as për rrezikun, as për jetën tonë. Edhe lufta edhe përqafimi i këtyre vlerave ishte i pashmangshëm për ne, sepse une isha i vetëdijshëm në atë kohë dhe kisha informatat e përgjithshme për punën e babgjushit tim, për punën e familjes time, për punën e popullit tonë, sakrificën e popullit tonë, tendencët për shfarusin e popullit tonë nga këta barbarë të cilët janë indoktrinu nga Rusia e ndyrë, edhe një popull shqiptar pej Beogradi deri te Molla Kuqe, pej Molla Kuqe deri në Prishtinë, pej Prishtinë deri në Istog, e prej Istogut deri në Podgorice, pej Podgorice deri në Nikšić, pej Nikšić deri në Dubrovnik, pej Dubrovniku deri në Zagreb, pej Zagrebi deri në Ljubljana. Këta të troja ishin që flisnin shqip, po gjithsesi ne e kishim pashmangën pjesën e luftës, sepse kishim amanete mënyrë të heshtur, mënyrë të pavetdijshme, por që nguliteshin trupin ton, gjakun ton, ADN-n ton, edhe ne thjesht nuk pyetnim për rrezikset, nuk pyetnim për sfidat, nuk pyetnim për vujtjet, nuk pyetnim për sakrificat, nuk pyetnim për balancet karshi armikut, forcën e armikut, nuk pyetnim, nuk çamim kokën, ishim të ri edhe jam krenar për këtë gjë, jo vetëm unë, por një armatë të tërë e rinisë kosovare, djemë dhe vajza, edhe pa hezitim, pa nguruar, ne u kyçëm edhe shkum edhe në Prilep, edhe në Golloxhan, edhe bashkë me Avniun e 20-ën e vllahun tim Rahimin e. Gjatë luftës, sa ka qenë në sporti aty angazhuar për tyje, sa ke shfrytzu aty, se kuptohet edhe në luftë duhet ka njëherë edhe trajnimet e ushtarëve janë ato farë pregaditjet edhe si ka qenë për ty këto angazhimet gjatë luftës? Pojna, unë isha një kockë e fort, i skalitur, qysh në Gjenez,
edhe në fakultet atje çdo ditë përgatitje edhe kur ne me një shalën shkum për lep edhe në Vllazhan e takum komandantin e së i cili ishte ardhur nga Suedia dhe ishte angazhuar në luftën e Kosovës. Morëm mision për mbledhjen e trive të reja që janë interesuar për më komandru në ÇK. Ne kthehemi sipër nga Prilepi, Vllazhani, erdhëm Dubovik dhe posa kalum Duboviku te Proi Gërvallës bashkë me Avniun, ai kishte 2 bomba në një javë, ishte kohë 17 maj, ishte kohë vape, ishte kohë vere, edhe në kthejës sa po kalum Projën e Gërvallës te Duboviku, pasi kishim vizituar nënën e Jusuf Gërvallës, Ajshë Gërvallën, në një kerë civil duke menduar që janë forcat UÇK-s, ishin forcat civile serbe, barbare, kriminale, paramilitare, edhe na kanë kap, edhe na kanë çu në stacionin e policisë në Bej, duke na rrafur me kondakt të pistoletës, edhe isha kokën e qarën edhe Avniu, skurronim gjak, kur na futën aty te një mur, i thash përmes dhëmbëve pa i lëviz këto buzët, i thash Avni, mos del nga Duboviku, sepse ne ishim në Vllazhan, ku kishim takuar Shkallxhen Haradinin, duket aty te familja Haradine, edhe ai na kishte udhëzuar për Prilep, se ne donim të shkonim në Sërshatrin Prilep, te familja Lokaj. Edhe do thot përmes dhëmbëve te muri ishim dyt me fytyrë nga muri, na çun pastaj në katën e sipërme, edhe filloi aty tortura të tmerrshme, tortura disa orëshe, mua dhe Avniut, po ishim të ndarë me Avniut. Pastaj në një periudhë kohore neve na kanë futur në një korridor, në secilin derë ka një polic me shkop edhe na rrifnin para, mrapa, në organe gjinitale, koka, fytyra, veshri, mbrapa, shpina, barku, gjithanë. Ishte një torturë e pafund, por që ne nuk dorëzoheshim edhe ne nuk ligështoheshim, edhe ashtu ka vazhdu deri njëtë natës, prej orës 6 masdite, dhe njëtë natës dajak i pafund, torturë e pafund. Pastaj unë kum pas fatin i kum zgjidh prangat edhe kum ik me mëngjes të hershëm, dhe tha Avniu ka me mbog sepse unë s'kum ditë në cilën dhomë është, pavarësisht faktit që ka qenë vetëm një roje natës, një person i qalë, tapalan, kështu, më ka kontrollu, unë mas herës tretë që kum zgjidh, i kum pjek prangat, se më rrisha qertin, do thot na jepshin dajak, pishim ujë edhe u dashke më shku në tualet. Turinonim, një kohë s'kishim mundësi e thot gjithë të bonin, po na kryshin ata inspektor. Na i zbërtheshin pantolonat edhe e kryshin procesin fiziologjik, sepse kishin duhet kaq të trasha nga rrahja brutale, ndërsa në mëngjes herët unë pasi ajo vrojtoria e oborit burgut që ishte një gardian, pas herës tretë nuk ishte aty, unë kam qyrë nga kati tretë, edhe jam ra në barë atje një familje zgrapë në Pej, kam kalu murin përmes 20-30 qeve, i gjakosur, jem gjitë pjesën e malit atje, o që një helikopter, jem fut në do terra, edhe si t'ja boj, ka do shkoj, për të shkuar në zonën e Deçanit, që është në zonë e lirë ushtarake, ushtrishin të Kosovës, që është e pamundur, ku vazhdu ndërtim historikut, por fatkeqësisht unë kalu në për 3 fshatra, 3 ose 2 fshatra, Cik dhe Brestovik, ishin fshatra serbe, në atë kohë me nxesit, ishte e pamundur në të vazhdoj artecja në drejtim të historikut, sepse isha jajur nga këmbët, i kisha këmbët e nxira,
zeza edhe po vesa time nxesit mu ma neutralizon dhimbjen edhe vujtjen edhe gjithë atë situatë cilën e kisha edhe vazhdoj në drejtim të Novosellës, aty frutën një barë e ndëgjej një grua duke mjelur na lopën, thot, qasë na kamën, edhe del një burë, thot, hajde urdhë, thot, a ka mundësi për më pushu, se qështu jemi pej burgut e senit. Jo, tha jem u friksuaj pej pamjes time, isha i gjakosur, por nuk e shifja vetën time, thash, a ka mundësi pak buke djath. Ma ka pru do buke djath, e kumë home vishti ka fshat, buke dhe një copë djath, edhe kumë gjyqë së në ka shku të poshtë, kumë vazhdu drejtim të Novosellës, një fshat poshtë në zonën e 5, drejtim të Stogut, edhe ishte ora 7 dikun, kur gravitonin nxencët, edhe ishte kryqi Novosellë që non-stop aty ka qenë një punkt i policisë, që ka rraf shqiptar, ka maltretu shqiptar, dhe thash, ku jam këtu, ku gjindem, tha jeni në Novosellë. Ku është kryqi Novosellë, sa, që aty pak ma afër, që aty pak ma larg. Thash, a ka mundësi më tregu nëse nuk ka policë, edhe aty do të thotë unë, ata më kanë ndihmu, e kum kalu përmes studentëve, edhe jam shku do me shtëmi, edhe aty do të thotë ata më kanë strehu, edhe pse në fillimisht nuk kanë njoft, sepse isha i gjakosur dhe mendonin që unë isha ndonjë rebel i asaj kohe që shkolla nuk kishte kontroll, shkolla nuk kishte disciplinë, shkolla nuk kishte siguri madhe, edhe më kanë strehu, pastaj ka ardhur një kushimi, më ka morë në Novosellë, më ka çu një stog, edhe aty ku më fillu shërimi një muj ditë, pej ati momenti, do thotë Gjevat Aldia, një mjek patriot, një mjek i jashtëzakonshëm, ai më ka shëru një muj, pak ma pak se një muj ditë, sepse pasaj edhe ai ishte i burgosur nga forcat serbe, edhe aty pasaj pej ati momenti nuk jam dalë, derisa kam shku për Shqipëri, ka Novi Pazarja nej, ka Molisi, përmes punkteve serbe, maltretime, ki ishim shumë me fat në Ulqin dhe pe Ulqini, pastaj kemi kalu nga Buna, të fshati lise, me Milat me Betukaj, Milat Tahirukaj, edhe pe ati momenti ma kur nuk kemi dalë për kufi duke sjell armat jem për Kosovë, për ushqisjen të Kosovës, për luftën e Kosovës. Kjo ishte një rrugtim kogja i gjatë, kogja me vujtje, kogja me sakrificë, kogja i gjatëshëm, kogja shkeljetës, por që në asnjë moment nuk i me O, ne toroj që shqyqyr zotit tje gjallë edhe ke kalu këto tërtura, si që të gjithë shqiptare që kemi kalu dikush në luft, dikush në përshtëpia dhe kemi marrë rrugën e udhëtimit ja si që jemi edhe ne këto në Amerikë që jemi ardhën për luftës edhe këto janë do gjana që kemi përjetu, jemi njerëz të sfidave, njerëz që kemi kalu shumë, kështu që nuk harrojmë, pra ata është do t'i kthehemi pak sportit, edhe do të doja se me të vërtetë kam një informacion si e përjetove vrapimin e 257 km nga Prishtina deri këtej në Tiranë, si ke shkuar deri atje, në kam. Është e lehtë sepse ne kemi shumë figura, por në mesin e shumë figurave kemi dhe tri figurat veçanta. Në thotë Nën Terezën, shënitorin tonë, e kemi babajnë e kombit, do thotë Skënderbeun, edhe kemi legendarin Adem Jafari. Është e pamundur të mos i rezistosh një sfiditse dhe vdekje pruse, kalimin e 257 km nga Prishtina në Tiranë, nga Skënderbeu në Skënderbej, me këto figura, do të thotë, njeriu asnjëherë nuk dështon. Edhe në kohë vape nga dy korriku, me 4 korrik në ditën e festës kombëtare amerikane, kemi arrit më kanë Tiranë, dikun në rreth orës 3:30. Kështu që ka qenë e lehtë.
shumë e vështirë, e pa imagjinueshme, por kur i ki këto tri figura brillante, këto figura kombëtare, që jam vërtet i lumtur dhe jam me fat që ju takoj këtyre tri figurave dhe jo vetëm, kjo ka qenë pamundshme pa u realizu. Me sfidat mëdha dhe me rrezikun për jetë, por që kur i kish këto tri figura, dështimi është i pamundshëm. Wow. Atëherë ti në Prishtinë keni kaluar në cilin vetë edhe tu ka besuar puna e një trajnerit shumë të suksesshëm që deri në ditën e sotit jeni një ndër trajnerët më të shuar edhe më të njohur dhe keni marrë në disa gara olimpike, gjithçka keni marrë. Na trego pak për rrugtimin e kësaj punës. Po, pas lufte u kyça në klubin e basketbollit Prishtina, atje me shumë sukses si lejtar, pastaj edhe si trajner me gjenerata të reja, ku më dhoni kontribut jashtëzakonisht madh. Po normalisht emrin basketbollit ku më kriju përmes Prishtinë, unë jam falenderues klubit basketbollit Prishtina. Besoj që ja ku më kthy me të mirë, me sinqeritet, me angazhim pa ekujvok, me angazhim të madh, edhe normalisht që përfitimi është i ndërcjellë, edhe klubi ka përfituar nga ona ime, po edhe unë kam përfituar shumë nga klubi, edhe jam ngrit profesionalisht, edhe si trajner. Pasandej, kur u kriju një mundësi e vogël i stad, jam kthy një stad, edhe që 10 vite kemi klubin e basketbollit i Stogu, edhe normalisht që jemi të dhonë kontribut edhe këto. Do të thotë lufta nuk ka mbaru për ne, lufta është evidente, edhe normal që jemi duke punuar me angazhim të madh, të e lodh veten, të e sfilit veten, të e stresu veten, por kuptohet që ky është amanet i dëshmorëve dhe duke ditë që është amanet i dëshmorëve, ne nuk pyesim për këto sfida, edhe normalisht që klubi është ekskluzivisht si rezultat i amanetit të dëshmorëve dhe asgjë tjetër. Prandaj nuk dorëzohemi pavarësisht përmes çfarë sfidash ne kalojmë, edhe sa vuajmë, edhe sa lëjmë veten keq, edhe sa çfarë sakrifice bën familja jonë me mungesën tonë dhe angazhimet tona, por që ne nuk dorëzohemi edhe kemi engjëjt tonë, dëshmorët tonë që kanë ndër gjakun dhe kanë ndër jetën, për këtë arsye e kemi klubin që t'i trajnojmë gjeneratat e reja, që t'i shpejtojmë gjeneratat e reja nga këto dukuri negative që janë shoqërinë tonë, interneti, drogat e ndryshme, prostitucioni, ne jemi mballë frontit edhe se kemi ndërmend tonë. Po keni problem me i gjetën djemët e gjatë, se është këgja problem me i gjetën, se do të një gjatësi këgja e gjatë do të për qenë basketbol. Kemi djemë të mirë, kemi vajzat mirë, talentum, po do të një vlerësim më i madhe qytetarëve të Stogut që t'i bind fëmijët në sport, konkretisht në basketbol, sepse sporti është shpëtim, sporti është kalitje, sporti është çlirim, sporti është liri, sporti është rezistencë, sporti është armiku më i madh i armikut tonë. Atëherë do të pyes sa a keni plan programe në të ardhmen që me marrë pjesë në vende të ndryshme të Evropës, ose me shku me ndaj turnemat ku janë këto garat olimpike të merrni pjesë. A është e mundshme? Kushtet i kemi shumë të vështira, por duhet na kemi mergat madhe. Po që the mergatën do ta kishim afër nesh, nëse janë 3-4 mergjimtarë dhe nga një herë janë 3-4 euro për rinin i Stogase. Mas shumë ka 2 euro, se janë 60.000 euro, mas shumë ka 3 euro në vit. Janë 100.000 euro, do të thotë gjithë bashkëpunëtarët tonë
i ftoj që edhe në Amerikë, edhe në Kanada, edhe gjitha në Evropës, mju bashku këti misionit, sepse është misioni shenjtë, është misioni drejt, edhe është misioni qeltën, edhe është misioni pastër, është mision transparent, duke mos e rrejt askën, duke mos e tratu askën, duke mos e mashtruar askën, është mision ku pikon gjaku i dëshmorëve, edhe nëse gjithë ta bashkëdhetarë, gjithë ata biznesmen të cilët kanë mirëqenie dhe kanë mundësi për më investu në këtë mision të shenjtë, vërtet ne arrijmë aty për çka ju e bët pyetjen, edhe sukseset janë pashmangshme nëse ne mbledhim bashkarisht përmes kësaj kauze që është kauzë sublime. Atëherë jo keni dëgju për NBA-nin këtu në Amerikë, që është më e fortë e basketbollit. Unë e kam këtu afër Andre Drummond, e kam mik të mirë, është në ndër basketbollistat më të fortit, edhe kështu që e kam njoftu pak, i kam thënë që kemi pa një insert prej Kosovës, se sa janë tritë tonë të Kosovës të interesuar dhe sa e luajnë basketbollin. Kështu që do të kemi edhe disa inserte që do t'i japim nëpërmes kanalit tonë televiziv. Kështu që dyrë do të mu hapën për shqiptarët e tonë, për tritë tonë, me qenë se unë edhe kam marrë me këtë emisionin këtu në TV Albe dhe në Nimi TV që do të shfaqet ky kanali. Kështu që rrugtimi yt edhe puna jote, suksesi yt po shifet, me qenë se kemi pa shumë sen edhe kemi për të folur me ty mund të më dhe 2-3 ditë ose më shumë kemi, por kisha pas dëshirë... Unë kërkoj mbështetjen tuaj, derisa ju e keni një lidhje atje, derisa ju e keni një komunitet atje, derisa ju keni potencial me njerëz saktum për mu afru me ne dhe për dërgimin e talentëve tonë, se kemi shumë talent, për që ju mëni me dhonë kontributin edhe vërtet ju lusin këtë drejtim, na ndihmoni, sepse keni mundësi edhe keni potencial, po edhe ne kemi mundësi edhe kemi potencial. Me qenë se po shifën... Këtë proklamot, ose joti ose e jame, po vërtet të ngulmojmë sepse nëse njëri mrinë e mbjej, kjo shton atë mullirin kombëtar të popullit tonë, edhe trungut tonë. Për këtë punë ne jemi këtu që të shfaqim njerëzit tonë, të shfaqim talentin, të shfaqim këta jashtë po shihet në ekran edhe këta djemë të bukur, të vajzat e bukura, të gjata të bukura të bredh në për sallën e basketbollit. Është kënaqësi edhe i lutj të gjithë bashkëdhetarët tonë që sa të kanë mundësi për shembull të kontaktojnë, edhe besoj që mund të kontaktojnë tek ju te faqja juve Facebookut Fikret Nik Shatri, ku mund të kontaktojnë edhe të diskutojnë, edhe është mirë të jepet hapësira e këtyre të rive që të marrin pjesë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të mirën edhe të marrin pjesë edhe në për turnejet evropiane, kështu që kuptohet. Tash besoj që nuk e di atje sa është u punu dhe kjo puna e sportit që është Ministria e Kulturës ose të artit sportit që janë, sa i mbështetje keni jo atje nuk e dim na. Kështu që është kënaqësia ime që më të vërtet që njerëzit kur jo që kanë sakrifikuar dhe punu, edhe punojnë edhe prap kontribuojnë për atë edhe i mësojnë, i trajnojnë fëmijën që mos t'i lanë të devijojnë, po t'i kenë një sport ose ta kenë një gjë shumë të bukur. Kjo është një privilegj i madh. Urdo. Tom drejtën, potenciali ju është shumë dimensional, edhe është pa limit, duke unë të lidhë në ato se çfarë ka bërë komuniteti shqiptar në sensibilizimin e çështjes Kosovës, qoftë para lufte, e sidomos gjatë lufte, edhe normalisht edhe deri në ditët e sotit,
sporti është një segment, dikush tash luks, unë nuk e mendoj sportin që luks. Sporti është kalitje, sporti është rezistencë, edhe sporti është barat, zjarr. Sporti është mision çlirimi, mision i mbrojtjes lirisë, sepse kalitja e trive, sa ma shumë tri janë të kalitur edhe të kanë jetë qetë edhe të kanë jetë pastër, janë forcë edhe grusht fatal për armikun tonë, shekullor. Atëherë Fikret, mesazhi juv për të gjithë bashkëdhetarët edhe gjithë kombi shqiptar që jeton në tërë botën që është, këse me qenë se ky shifit, ky mision në tërë botën, një mesazh dojmë nga ti, çka ton? Ne duhet jemi bashkë. Ato që kam unë mundësi për me bo për ty, është e dhimbshme nëse nuk e bëj. Mbret Zoti nëse nuk e bëj. Kur ti ke nevojë për çato që unë kam mundësi me bo për ty, as ma tepër që unë ty të kam vëlla gjakut, ndajmë dhe thot këto ADN-in e njëjtë, qelizat e gjakut i kemi të njëjtë, e kemi këtë gjumë që ka folë Zoti i njerëzimit, Zoti i parë i njerëzimit. Nëse ne nuk ndajmë të mirat tona të përbashkëta, jetën nuk e kemi hak, edhe jemi të mallkuar. Në të kundërtën, nëse unë dal kam mundësi edhe dal për te vetes time, çdo sekond sa jetë e kam halal, prandaj kemi mundësi më bo shumë, bashkarisht bëjmë shumë, gjithë ne të bëjmë ka pak, edhe që ajo ka pak po të fuqishme. Sepse ne jemi të rrezikum çdo ditë, nga fallanga ruse dhe pjella e tyre, andaj nëse ne jemi së bashku edhe ngulbojmë në një kauz për bashkët, qoftë sportit, qoftë elemente tjera të jetës tonë të përgjithshme, atëherë ne kemo qenë pamposhtur, përndryshe ne unë e shoh rrezikun çdo ditë e për ditë. Atëherë pra, nëse jemi neve s'ka forcë botnore që mundet më na step, edhe më na zhduk. Atëherë pra, unë dua të falenderoj se ishte kënaqësia ime që sot me të vërtet u ballafaqova sa të shoh pak e shumë, folëm pak për çështjen e sportit, rrugtimin e jetës së juaj, edhe besoj që los edhe Ministrinë e Sportit të Kosovës që të bëjnë kontaktet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç janë NBA, janë vende që mund të vinë ta njerëz dhe të performojnë, se është kënaqësi edhe Kosova si Kosovë me marr pjesë kudo qoftë në basketball dhe të gjitha sportet tjera. Pra kështu, unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësia ime, vërtet ju përgëzoj për emisionin, vërtet ju përgëzoj për ato që ka bëni për komunitetin shqiptar në Amerikë dhe jo vetëm. Qofshit faqeparë gjithmonë e jetë, jeni pjesë e jona e dhimbshme, është një plagë që neve na dhem çdo ditë, sepse larg t'i dheu, larg trojeve tona, ne kemi shumë lehtë pavarësisht sfidave, po ju e keni shumë vështirë. Edhe ndjejmë dhimbje për ju që jeni kaq larg, ndjejmë për te dhimbjes pse nuk ju kemi këtu edhe nuk jeni në trollin tuaj, nuk jeni në tokën tuaj, nuk jeni në themelet tuaja, prandaj kjo ma gryn shpirtin dhe ma ha shpirtin, por qëndroni të fortë, qëndroni bashkë, edhe jemi gjithmonë bashkë, sepse kjo do na bën të fortë edhe kjo do na realizojë gjitha synimet tona.
fat, mbarësi edhe shëndet pafund për ju dhe gjithë shikuesve, gjithë shqiptarët, kudo që janë në botë. Ju përqafoj nga zemra edhe ju dua deri në krymin e fundit. Faleminderit shumë. Pra, të nderuar shikues, ishte kënaqësi jone që me të vërtet i kemi njerëz të suksesit, njerëz që kanë kontribuar si nga ushtar, por edhe i kanë rikthy jetës të sportit. Jeta e sportit është një gjë më e bukur. Puna e sportit është që ta kënaq shpirtin, si të thuhet një fjalë popullore. Atëherë, kënaqësia ime është që me të vërtet me këto emisionet të bukura që po zhvillohen edhe po tregohet çdo suksesi i njeriu, kjo është një privilegj i madh. Atëherë mos u shkëputni atëherë me Noli Show Noli TV në kanalin 39 dhe në Nimi TV në kanalin 250 dhe mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, New York.